Po bik kali, bik gomari, bik bjeshka, bik një bik qeter, bik një bik. Kërë vjen programi Big Brother me shikua. Të ditë. Ko vetë fundit, mëra hoxha, kush fitoj bra, Luisi, shka e qetra? Kiara. Na me e bardë gajle 3 muja. Big Brother. Kemi folë, edhe këto në YouTube i kini, këtë të stand-up-i, në start i kemi sulmua. Hoxalarët, kur u paraqit virusi, ne i kemi nejtë kërshi virusit. Është një thanje, është serbishte, po edhe është edhe arabishte, na prej arabishte se kemi martë, ne kemi su edhe prej serbishtes. Bolje preqitin e goleqit, i thënë shkijet një fjallë. Ma mirë është thët me mbrojt se me e mjekua. Me mbrojt më së t'hinje virusi, se sa më së t'hinje me e mjekua. A pe kuptesh. Në qysh në fillim ju kemi thonë se Big Brother e plot të ngjajshme si ajo që dalin kreti kështu, pa qysh dalin. Asë më turp t'i motrën tonë dhe me e shiku kështu. Në kalzo drejt tash, a ki motër? S'kia, ta kështë pas, a kështë lejua me shtin të ujqit atje mëranda. Pa të kështë ngu. Baba dhe nëna për e mërë vajzen, edhe për e qonë atje mëranda, edhe për nalët në akshan televiziv, kërë vjen programi Big Brother me shikua. Të ditë. Shumë të pa edukat, e të pa moral, e të pa karakter më kanë duhet, për me marre vladin e me shtin që atë mes. Ose ai që jeton në atë mes, shumë dhe kanë duhet me kenë i ullët prej karakterit ti për me hynë që ti. Ata që jenë aty, ata një në vetin shumë të ngritur, të më thënë, na kemi arrit atë kulmin, edukatës dhe të karakterit që për e lypë Evropa për neve. Dhe më thonë, ani pëse s'ja keni në gjitë një amën qeter po Big Brother. Po Big Kali, Big Gomari, Big Bjeshka, Big një Big qeter, Big një Big. Pëse shka të më thonë Big Brother? Pse, kushon është aty vllai marë? E na me pas gajlen që tash, ko vetë fundit, mëra hoxha, kush fitoj bra, Luisi, shka e qetra? Kiara. Na me bardë gajle 3 muja, 6 muj, a Luisi ka me fitua a Kiara. Hoxha Feniti, qëta pa të urë, cili ka me fitua Hoxha Feniti? Në qka kanë me fitua? Shkencë një uri, këtë me marë doktoratur, e dituri, o popullë jam im i shkret, Allahit të dhëzoft, o popullë shqiptar, këtheni rrugës Zotit Gjelle Gjelalu, moralit, karakterit,